falënderim që i takon madhërisë së Tij, i cili me urdhërin bëhu krijoi tokën, qiellin dhe të gjitha botët, të dukshme dhe të padukshme që na furnizoi me mirësitë e Tij. Allahu është krijuesi dhe sunduesi i çdo gjë. Përshëndetjet më të sinqerta ja dedikojmë njeriut më të zgjedhur në mesin e njerëzimit dhe padyshim që ai është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Paqja dhe mëshira e Allahu qoftë mbi të, mbi familjen e tij të pastër, shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasuan dhe do ta pasojnë rrugën e Allahut dhe të dërguarit të Tij deri në ditën e kataklizmës. Të dashur vëllezër, xhamat i vlerësuar, tema të cilën sot do ta shtjellojmë është: ti a do të punosh si pejgamberët apo do të presësh mrekullinë? Dje ishte një maj, dita ndërkombëtare e punëtorëve. Njerëzit në botë pushojnë, disa protestojnë, disa kërkojnë të drejta. Po ti musliman, çfarë po bën? Po i shikon marshimet në lajme, po pret pushim e rrogë pa punë. A ke menduar ndonjëherë që edhe kjo ditë është një mundësi për reflektim? Sepse ne këtë ditë nuk e shohim si ditë pushimi, por si ditë kujtese për vlerën e djersës, për nderin e punës, për shembullin e pejgamberëve që ishin vetë punëtorë. Allahu xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu në Kur'an nuk flet për përtacin, për rrogat e pamerituara, për pritjen në kafene. Jo, por thot dhe se njeriu nuk ka tjetër veç se atë që përpiqet. A ka mesazh më të qartë se ky? Mos prit pa punë. Mos lakmo djersën e tjetrit. Puno. Allahu xhalla shanuhu thot gjithashtu: ne e bëm ditën për jetesë. Ditën për jetesë, jo për gjumë. Ditën për jetesë, jo për llafe. Ditën për jetesë, jo për dembelizëm. Pejgamberët ishin punëtorë. A nuk të mjafton ky shembull ty? A ke dëgjuar ndonjëherë që ndonjë i dërguar ka jetuar në luks, pa punë, me të tjerët që e shërbejnë? Asnjë, sepse ata ishin punëtorët më të mëdhenj të njerëzimit. Ademi alayhi salam, bujku i parë, Allahu xhalla shanuhu e zbriti në tokë dhe i mësoi punën. Ai ju nxori nga toka dhe ju bëri që të banonin në të, u shpreh Allahu xhalla shanuhu. Nuhu alayhi salam ndërtoi anijen në një vend pa ujë. Dhe tha Allahu xhalla shanuhu në Kur'an: ndërtoi anijen në nsirin ton dhe me shpallin ton. A mendon se njerëzit nuk e tallin atë? Por ai punoi. Musa alayhi salam punoi si bari në shtëpinë e Shuaibit alayhi salam. Dhe tha Allahu xhalla shanuhu: do të punoj për 8 vite, e nëse i plotsoj 10, është nga bujaria ime. Davudi alayhi salam, farkëtar, bënte parzmore vetë, dhe i zbutëm hekurin dhe i thamë: bëj parzmore të plota dhe caktoj masën e mirë, tha Allahu xhalla shanuhu në Kur'an. Muhamedi alayhi salam, bari i parë, bari në rini, tregtar në rritje. Ai vetë thot: Allahu nuk ka dërguar asnjë pejgamber përveç se ka qenë bari me dele. Muhamedi alayhi salam ka thënë: askush nuk ka ngrënë ushqim më të mirë se ai që ka fituar me duart e veta. Nëse dikush lodhet për të fituar për familjen e tij, ai është në rrugën e Allahu xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu. Jep janë i punëtorit hakun e tij para se t'i thahet djersën. A nuk të mjaftojnë këto hadithe
për ta kuptuar se puna është dinjitet, ndërlidhja me realitetin, gjendja jonë sot, ka njerëz që punojnë 12 orë, e s'kan rrogë me kohë, ka bura që ngrihen në agim, shkojnë në ndërtim, fabrik, arë, e paguan si kur të mos ishin njerëz. Ka të tjerë që rrinë në për kafe, presin ndihma e ankohen s'ka bereqet. A si me pas bereqet kur e ka bërë Dembelin profesion? Si me pas bereqet kur punën e ka bërë turp? Mos beso gënjeshtrën që puna është pështrim. Puna është burëri. Pejgamberët kanë punuar. Edhe nëse nuk del nga shtëpia, puna jote brenda saj është ibadet. Edukimi i fëmijëve është mision pejgamberik. Mos i shfrytëzo punëtorët. Mos i merr djersën dhe e kthe në milionat e tu. Sa Allahu Gjelle Shanuhu wa Gjelle Gjelalu sheh dhe është i drejtë. Mos u dërzo. Lipe halalin, edhe nëse zgjen profesion të madh, mjafton që të jetë i ndershëm. Mos e përçmo një njeri me rroba të ndotura nga puna. Ndoshta ai është më i pastër te Allahu Gjelle Shanuhu se ti me kostumin me firmë. Mos haro, pejgamberët ishin punëtor. Dhe nëse do të jesh në rrugën e tyre, puno. Nuk jetohet me mashtrime. Nuk jetohet me ndihmë. Nuk jetohet me fajde, po me djersë, me halal dhe me nder. O Allah Gjelle Shanuhu, na jep bereqet në punët tonë. Na ruaj nga padrejtësia dhe na jep fitim të pastër. Na bëj punëtor të ndershëm e të drejtë. Na ringjall me pejgamberët, me punëtorët më të mëdhenj të njerëzimit. Amin wa akhiru da'wana wa anil hamdulillahi rabbil alamin.